Ta ndjekim paksa Evian Dakon çfarë thotë. Sot për herë të parë në Shqipëri, Agjencia e Mbrojtjes së Autorëve të Audiovizualit, në bashkëpunim me Organizatën Europiane SA dhe Organizatën Botërore për Autorët e Audiovizualit, organizon në Shqipëri, në Tiranë, një konferencë e cila i shërben autorëve krijues të audiovizualit dhe prodhuesëve të veprave audiovizuale. Qëllimi i kësaj konference është jo vetëm për t'u shpjeguar atyre se çfarë janë të drejtat e tyre, por edhe se çfarë janë agjencitë e administrimit kolektiv dhe çfarë është suporti ndaj këtyre dhe antarësimit të këtyre të drejta. Kjo do i shërbej jo vetëm autorëve, por edhe agjencisë që ne kemi krijuar me këtë qëllim dhe kemi marrë licencë nga Ministri i Kulturës, në mënyrë që të përhapim dhe të sensibilizojmë jo vetëm krijuesit, por edhe përdoruesit e këtyre veprave, që vepra e drejtës autorit duhet të shpërblehet. Për këtë arsye, sot në Shqipëri, në Tiranë, mblidhen të gjithë aktorët dhe organizatat e huaja me këtë qëllim. Kjo konferencë, por edhe të tjerë pasuese ka një rëndësi të veçantë për krijuesit audiovizualit dhe autorët e audiovizualit, sepse në radhë parë tregon që këtu ka një organizim, tregon që e drejta autorit duhet mbrojtur dhe tregon që si duhet të përfitojnë nga shpërblimet krijuesit e veprave audiovizuale, pra regjisorët, skenaristët dhe të tjerë, por njëkohësisht edhe prodhuesit. I bën ata që kuptojnë më mirë se çfarë të drejtash kanë dhe çfarë të drejtash ata mund të çedojnë. I bën ata të kuptojnë në mënyrën se kur duhet të shpërblehen dhe në mënyrën kur është një përdorim i drejtë, dhe ndërkohë sensibilizon të gjithë aktorët shtetëror edhe privat me qëllim mbrojtjen dhe e të drejtës së autorit në Shqipëri. A e dëgjuat? Thjesht dhe sakt. Bëhet një konferencë ndërkombëtare shumë e rëndësishme për të drejtën e autorit në audiovizual. Këtu unë pata nderin të njoh edhe një zotëri që ishte përfaqësues i disa shoqatave europiane me shumë rëndësi, Gregor Štibernik, i cili më dha një mini intervistë të shkurtër që do ta dëgjoni tani në anglisht, unë do t'ja përkthej në kohë reale, aq sa mundem. Le ta ndjekim. Hello, my name is Gregor Štibernik. I'm managing director of AIPA. I'm also representing several umbrella organizations dhe disa organizata të tjera të sektorit audiovizual, ku jam antar bordi. We are glad to be here under invitation. Jemi të lumtur që jemi këtu si të ftuar nga FAAD, nga zoti Evian Dako. Dhe jemi për të mbështetur zhvillimin e menaxhimit të punës audiovizive. Është shumë e rëndësishme